Ja, kur rikthejmë në studio, ne do të vijojmë tashmë me temën dhe të ftuarin e ditës. E dim që patjetër muaji maj nis me ngjyra, krijimtari dhe traditë. Në fillim të këtij muaji, Globus Art organizon një panajër artizanal ku artizanët nga zona të ndryshme do të prezantojnë dhe ekspozojnë punimet e tyre unike që nga tekstilet tradicionale tek punimet në dru, qeramike, shumë të tjera. Ne për të folur për këtë temë kemi nderin dhe kënaqësinë që këtë mëngjes kemi të ftuar Ramis Hajdarin. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi edhe ju, faleminderit për përcjelljen e organizimeve të shoqatës, pra për panajëret të cilët kanë qenë shumë vite, pra prandër televizioni i cili ka përkrahur çdo vit të panajëre. Na tregoni pak çfarë është panajëri artizanal që do të organizohet në fillim të muajit maj, që është nga data 1 deri me datën 4 maj. Atëherë sa i përket panajërit prej 1 deri me 4, pra kjo është në kuadër të hapjes së sezonit turistik, që është majt pra si mjet është viti i 14 që mahet, duke mos llogarit panajërin që ka majt në Korrekun sigurisht panajëri qendror ose në ditën e Ullqinit. Pra, ky panajër për herë parë mahet, domethënë panajër ndërkombëtar i këtij lloji, domethënë mahet mas 13 vite në plazh vogël, pra mahet në tregun e suvenira, pasi që së shpejti pritet edhe hapja e tregut të suvenira. Prandaj na falenderoj ndërmarrën për veprimtari komunale, e cila do të hapë një treg shumë i bukur, i cili pas rreth 40 vitesh pra po përsëritet përsëri, pra është një promovim shumë i bukur, pra kështu që kemi rënë dakord me ndërmarrjen për veprimtari komunale, pra me senatin, drejtorin, që ky panajër të organizohet këtë vit pra po në këtë treg, pasi që do të promovoj edhe qendrën e Ullqinit, do të promovojnë edhe turizmin, pra është një panajër i cili do të jetë shumë në një pjesë shumë bukur, pra kur ndodhen 6 kioska shumë bukur, druni dhe 8 dyqane pra tjera, të cilat kanë marrë pamje ndryshe pas rinovimit. Kush qëndron pas këtij organizimit? Domethënë, si organizatori jemi ne, shoqata Globus Art, pra në përkrahjen e organizatës turistike, e cila për çdo vit e ka përkrahur financiarisht, Komuna e Ullqinit dhe veprimtarit të ndërmarrja komunale, pra do të jenë ata të cilat do të bashkëorganizojnë bashkë, pra do të ndihmojnë në organizim. E dim që në cekut që gjithmonë bëhet më vite me radh organizimi i panajireve të ndryshme këtu në Ullqin, po ashtu edhe ju merrni pjesë në vende të ndryshme në rajon. Na tregoni pak sa pjesëmarrës apo artizan do të jenë këtë vit në Ullqin? Po, atëherë do të ketë jo vetëm pjesëmarrës të punimeve artizanale, pra si që janë punimet e qylymave, sexhadeve, punimet e qeramikës, punimet në gips, në dru, gdhenit ndryshme në dru, në bakër. Do të kemi edhe 2 piktore shumë të njohtëra, pra vlem t'i përmendim pasi që është Jelena Vushurović nga Cetinja, cila është një piktore cila është drejtoreshe e një kolonie në Bosnjë, pra të piktorëve të ndryshëm. Ajo ka disa punime mjaft të veçanta abstrakta realize. Kështu që do të kemi edhe një piktore tjetër nga Plava, Gucia, pra është Katrina Hoti, pra kjo është një panajër i cili është me shumë artizanatit, por kemi edhe të 2 artiste të cilat do të rrisin vlerën pra këtij panajërit. Cilat janë ato ekspozime apo artizan që do të ekspozohen më tepër? Artizan vinë pra nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria, Malizi, Serbia, pra ka disa artizan të ri, pra prej këtyne, pra këta janë gjithmonë shtetet, domethënë vendet e rajonet që kanë marrë pjesë pra në këtë panajër me karakter ndërkombëtar. Pra kemi kësaj radhe kemi një 7-8 artizan të cilët domethënë marrin pjesë për herë të parë. Pra do të ketë punime si gjithmonë, siç ka pas plazh vogël, por mendoj që në zemër të Ullqinit do të kenë, besoj që ka më pas edhe më tepër vizitorë se sa në plazh vogël. Cila është rëndësia e promovimit të artizanatit dhe traditave vendase në një event si ky që do të organizohet panajëri? Po, rëndësia, pra këtu do të kemi edhe artizan vendas, pra shumë pyetje bukur, është bukur sepse edhe artizanët e Ullqinit edhe Ullqini kohëve të fundit po kanë më tepër domethënë artizanat, pse pak të modernizuar, pra do të jenë rreth 6-7 artizan. Mirë është që Ullqini të ketë sa më tepër, pasi që këtë treg do të hapet së shpejti, do të ketë sa më teper artizan që të ushtrojnë këtë veprimtari, pasi që i duhen pra edhe turizmit edhe Ullqinit për të promovu vlerat artizanale autoktone pra të vendit tonë.
edhe besoj që në të ardhmen do shtohet numri artizanëve në Ulqin. Çfarë përfitimesh sjell ky panajër edhe për qytetin e Ulqinit, si ashtu financiar apo edhe për ta promovuar Ulqinin ndoshta? Po atëherë ky panajër sjell përfitime për qytetin sepse Ulqini është një vend turistik, edhe ka nevojë që të shpalosen vlerat artizanale, sidomos kësaj radhe në qendër të Ulqinit, ku do të shohin gjithë ata që vinë në Ulqin, domethënë ka tregu i suvenirë do të kalojnë, edhe është diçka sepse njerëzve është mërzit domethënë gjëra të tjera, modernizimet e mëdha që ka në kohëve të fundit, edhe tradita domethënë artizanale, për shembull, këtu do të kemi edhe artizanë që janë që shfar periudhën që cilat kanë artizanale më të vjetra, domethënë aty në interesant me i pa dhe gjithashtu qytetit edhe qytetarëve interesant me i pa, me i ble, me pas një punim që s'mundet me gjetë, diku pra mundet me gjetë në panajëra dhe me ble. Përveç pjesëmarrësve nga rajoni që janë të ftuar këtu në panajirin e Ulqinit, sa pjesëmarrës do të ketë nga Ulqini dhe me çfarë do të përfaqësohen? Po nga Ulqini janë lajmëruar 6, por dje domethënë janë ndoshta 7-8, pra pjesëmarrësit nga Ulqini do të ketë pra është sekretariati pra Zeqka Sulejmani, pra e cila merret me artizanët e Ulqinit, pra si mas saj janë diku 6 deri në 8 artizanë, të cilët do të kenë punime qëndësira të ndryshme, sa puna tradicionale nga Ulqini dhe disa punime tjera të cilat i kanë kohë të fundit, një 3-4 artizanë tjera. Cilat janë ato aktivitete apo panajire që Globus Art i ka në synim për të vazhduar? Po, veç kam një ftesë për Prishtinë me datën 21 deri me 23 qershor. Pastaj janë ata panajire tjera, si çdo vit, panajire Gjirokastës, një javën të trashëgimisë kulturore, e cila është në punë shtatorit, edhe besoj që ka me pas gjithashtu në nënor janë panajiri i cili mahet blej Shqip, i cili është për çdo vit tradicional në Prishtinë, por kemi edhe një panajir tjetër në Mostar, diku në fillim qershorit, Dani Treshnje, i cili është tradicional allaj, në Gorazh dhe Dani Jabuke, po ashtu një panajir tradicional që shkohet diku në gjysmë tetorit, por besoj që në të ardhmen do të ketë edhe ftesa tjera, ndërkohë që do të vinë ftesa tjera ku do të marrin pjesë. A mendon se Ulqinit edhe gjatë sezonit veror i nevojiten panajirat në Ulqin? Po, pra unë që shtashë pothuajse çdo vit, përveç Simjet që ka organizuar Komuna e Ulqinit, ditën e Ulqinit, kemi organizuar ditën e Ulqinit blasht vogël, pra gjithashtu është viti 13-14 që është organizuar, edhe panajirin qendror që organizojmë gjithmonë me përkrahjen e organizatës turistike dhe Komunës Ulqinit, pra panajiri qendror që është korrekt ose ngusht. Po, pa tjetër që Ulqini i duhen jo 2-3, po ndoshta 4-5 panajire, sepse turistat gjithmonë kanë qejf, si thash, me bleni, me pa punime të ndryshme, jo vetëm nga Ulqini, por edhe punime të ndryshme që i bën rajoni, pasi që shumë turistë të huaj, për shembull polak, rus ose gjerman ose suedez prej ka vinë, kanë qenë me pa traditat e Ballkanit. Ballkani për ta është një pjesë e ndryshme prej Evropës, pasi që në Ballkan kanë met akoma disa tradita të vjetra artizanale, kështu që aty ju pëlqen këta tradita dhe Ulqini ka nevojë për panajire me karakter ndërkombëtar më tepër se sa ata lokale. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe gjithsesi ju urojmë shumë suksese në panajiret që do t'i keni në vazhdim. Faleminderit edhe ju shumë.